A zëni votave, a ka premtime sakta, a është bërë diçka në këtë drejtim prej krejt partive, edhe nga opozita, ka mujt me pas nisma, propozime, gjëra që propozohen kuvend, vendime, aktivitetet ndryshme, a ka diçka konkrete për me ja vlerësu edhe procedurat, për shembull, investimet, edhe çka do tjetër që do të afronte Mërgatën me Kosovën, apo thjesht për diskurs politik dhe për shfrytëzim të numrit të shtetarëve? Jo, vetëm është instrumentalizim për të fituar votë, sepse po ta kishim një situatë normale, parlamentare, demokratike, parti serioze, atëherë ata do të rezervonin vetë në listën zgjedhore 2-3 kandidatë diasporës. Për shembull 2 mashkuj dhe 1 femër, apo 2 femra dhe 1 mashkuj, dhe do të zgjedheshin ata përfaqësues diasporës edhe me votat vendorëve. Pra do të ishte normale. E jo instrumentalizimi, a e shihni ju sa vota të merr vetëvendosja, ju e shihni ka pas ministër diasporës, të cilin e ka zhdetyruar me Abdul Heqe, çuçi po them ai i shëndetësisë. Mandej ka qenë ky FSK-s, u detyru me Abdul Heqe, pra kur diaspora nuk e ka përfaqësuar vetën në mënyrë dinjetoze, përveç që instrumentalizohet, emocionohet, përmallohet, përqahet përmes gjuhës helmuese të individit. Pra diaspora i ka ndihmuar shumë fundit me lindja thret dhe UÇK-s, por sot e urrejnë më shumëti UÇK-n për shkak të individit që i nxit për të urryer pjesëtarët e UÇK-s. Edhe po flasim edhe për fushatën qysh është